Mirë mëngjes njerëz, ja ku jam edhe sot këtë të hënë të parë të gushtit për mesazhin e yjeve në fat e në muzikë, këtu në Radio Sol në frekuencën të 9 MHz. Ja ku jam si gjithmonë dhe në fund të horoskopit do të analizoj edhe një këngë, tekstin e saj të cilin do të dëgjoni edhe të shqipëruar nga unë. Por më parë horoskopi. Dashi. Këta që po dëgjoni njerëz, ju që dëgjoni në radio janë grupi Grateful Dead dhe kitaristi i tyre është Jerry Garcia, i cili ka thënë: "Nuk dua të jem më i miri i të mirëve, dua të jem i vetmi që bën atë që bën." Pra, dua të jem i vetmi që bën atë që bën. Në ditët apo ndoshta edhe në javët në vazhdim, këtë këshill ta jap edhe ty o njeri shenjës së dashit burra grua qofsh. Je duke hyrë në një fazë astrologjike ku konkurenca apo krahasimi me të tjerët nuk të çon askund. Ajo që do të të nxjerrë në dritë apo do të të çojë drejt një rezultati të kënaqshëm dhe që do të të çojë shumë shpejt është vetëm ideja jote brillante dhe e pakrahasueshme. Edhe në qoftë se je pak konfuz, si kundër mua më rezulton, dash, burra grua qofsh, qartësoj pak më shumë i det dhe rezultatin e ke mbrapa derës. Demi. Ju që po dëgjoni radio, kjo që po dëgjoni është pjesë e grupit Talking Heads dhe muzikantit, kompozitorit dhe themeluesit të grupit David Byrne, që është edhe i shenjës Demit. Një ditë një gazetar i kërkoi të kompozonte autobiografinë e tij me 7 fjalë. Ai përdori 10 fjalë. Fjalët ishin: i pambrojtur, i zhgënjur, i pamatur, i panjohur, i pafat, lakuriq, i deformuar, i çorganizuar dhe i çkoordinuar dhe gjithashtu edhe i rebeluar. Në ditën e vazhdimit dashur dem burra grua qofsh, të njëjtën gjë kam dëshirë të bësh edhe ti. Të bësh një analizë koncize, lakonike dhe esenciale të vetes në formë kritike dhe natyrisht edhe me humor, nuk do vrasësh veten. Kjo do të ndihmojë të jesh i lumtur apo e lumtur. Thënia e gjërave qartë do të jetë piknisja e një projekti apo lidhje që do të shkojë në drejtimin e duhur, edhe pse akoma nuk je tamam gati për ta filluar. Binjakët. Kjo që po dëgjoni është një këngë e aktorit dhe muzikantit Johnny Depp. Besoj e njihni gjithë. Është i shenjës binjakëve. Nuk janë të shumt njerëz që aktorët kameleon do t'i quaj unë si Johnny Depp na kanë habitur dhe na kanë emocionuar me role aq të ndryshme nga njëri tjetri. Nga një polici korruptuar te një pastiqer çokolatash, nga një berber duar gërshër te një astronaut, nga një pirat te një Don Juan de Marcos, një mjeshtër i aktrimit me një cilësi të jashtëzakonshme. Kur nuk ka imituar vetveten. Sipas mënyrës time, ose ashtu si kundër unë lexoj yjet, o binjak, burra grua qofsh, je në momentin që edhe ti, si binjaku Johnny Depp, të bësh dhe njëjtën gjë. Në këtë periudhë të shkuar, ose në periudhën e shkuar ndoshta 2 vjeçare, kur nuk të është paraqitur mundësia si kësaj here, të kesh pasur lirinë për të qenë i shumëfisht, i ndryshëm në çdo moment, i aftë për të luajtur çdo rol që të ngarkohet apo që e zgjedh. Je gati për të konkuruar figurativisht për një Oscar. Gaforia. Pjesa që po dëgjojmë është Smells Like Teen Spirits e grupit Nirvana dhe ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm si për publikun e si për kritikën. Megjithatë, ajo ka lindur në një situatë jo fort të kthjellën dhe dashamirëse. Kur këngëtari i grupit Nirvana, Kurt Cobain, motivin e kësaj këngë ja vuri ta dëgjonin anëtarëve të tjerë të grupit, basisti
Krist Novoselic nuk e vlerësoi fare. Madje e dini si e përcaktoi? E përcaktoi qesharake. Kurt Cobain këmbguli duke i detyruar në një farë mënyrë bateristin e grupit, Dave Grohl, ta luante ritmin për një gjysmore. Pra të luante ritmin e këngës një gjysmore rresht. Gjatë kësaj torture, në thonjza, kundërshtimi i vendosur i grupit sikur filloi të shuhej. Novoselic dhe Grohl i shtuan pjesës riffin, ose i shtuan pjesës së Kurt Cobain, riffit të Kurt Cobain, edhe diçka nga vetja e tyre. Edhe për ty o gafore, bura grua qofsh, në ditën e vazhdim parashikoj diçka të tillë. Do të thotë që dëgjo me kujdes një ide që do të të paraqisin, që do të duket pak si budallik, e që në momentin e parë nuk do të të bindi se prej saj mund të lindi një kryevepër. Luani e adhuroi zërin e Adele. Këngëtarja pop dhe artisti angleze Adele ka një instrument zanor vokal virtuoz, mallëngjyes, teknikisht perfekt, intrigant, të thellë dhe të aftë të shpreh një gamë të gjerë emocionesh. Më shumë se kaq, ose më mirë se kaq, nuk di ta përcaktoj. I sigurt, zëri i saj, si në tonet e larta, edhe në ato të ulta. E megjithatë, unë, personalisht, nuk gjej asgjë interesante të këngët e saj. Fjalët janë të zakonshme, melodit nuk më sjellin ndonjë frymëzim të veçantë dhe orkestrimet nuk kanë asnjë gjë origjinale, asnjë origjinalitet, sipas meje. Këto që sapo thash kanë diçka të ngjashme edhe me këtë periudhë të jetës tënde, i dashur apo e dashur, domethënë Luan apo Luanesh, i dashur apo e dashur Luan. Je vallë në një situatë që edhe të pëlqen, po edhe të mërzit. Kështu më duket. Një eksperiencë që në disa drejtime është shumë argëtuese, në disa drejtime tjera është monotone, Dhe në qoftë se është kështu, çfarë duhet bësh? Më dëgjoj mua. Reago dhe shumë shpejt do t'i përmirësosh shumë gjërat. Me një fjalë, do të dalësh nga një moment të rutinë, që po të përdorim gjuhën e muzikës, nga një moment komercial, dhe do të kalosh në një fazë krijimtarie prej kantautori të suksesshëm. Dil nga kjo situatë rutinë. Virgë Resha. Në pjesën e saj, që më pëlqen ta quaj të shqetësuar, One Blood, që është kjo që po dëgjoni në radio, që po dëgjoni, këngëtarja dhe aktoreja meksikane Lila Downs, që është edhe shenjës Virgë Reshës, pohon, gjëja që më trem më shumë është dëshira që unë kam. Unë njoh shumë persona të shenjës Virgë Reshës, që kanë dyshime të tilla. Po ti, që po më dëgjon, jo Virgë Resh, bura grua qofsh, je ndo pak e friksuar apo e friksuar nga dëshirat që të vlojnë brenda? Ke vënë re vallë që frenohesh të nxjerrësh në pa e të shprehësh dëshirat e tua vetëm sepse ke frikë se mos humbet kontrollin dhe pastaj humbet dhe rrugën? Në qoftë se është kështu, dije që ditët e ndoshta edhe javët në vazhdim do t'jenë periudha ideale për të flakur tej friksimet e tua. Ka ardhur momenti që ti shlirosh dëshirat e tua të fshehura që ke brenda, sidomos në aspektin sentimental. Peshorja. Kjo që po dëgjojmë është pjesa Dimensioni i 5, Fifth Dimension, e vitit 1966 nga grupi The Byrds. Në këtë pjesë, këngëtari bën një pohim të çuditshëm. Thotë se në një moment qartësie të veçantë, kur ishte plotësisht i shplodhur e i përqendruar, kuptoi gabimin e madh që kishin bërë mësuesit e tij. Këtë gjë
pikërisht këtë gjë ta rekomandoj edhe ty o peshore, burra grua qofsh. Të këshilloj të marrësh për shembull pohimin e këngëtarit të Birds, të grupit Birds, që sapo të thash, dhe të vesh në dyshim dhe të analizosh ato që ke mësuar nga mësuesit e tu, qoftë dhe nga më i miri për i tyre. Vetëm pas kësaj analize do të jesh në gjendje të kuptosh se çfarë duhet të mbash dhe çfarë duhet të hedhësh poshtë, çfarë duhet ta flakësh te. Je në momentin që duke bërë këtë gjë, duke ripar figurat e së shkuarës, do të pësosh një tronditje shumë të shëndetshme që do të hapë syt për vazhdimin o peshore, burr a grua qofsh. Akrepi. Akrepa, burra gra qofshi. Ky që po dëgjoni është një këngëtar blues gospel me emrin Famous Renfro, por që njihet edhe si The Flying Sweet Angel of Joy. Këtë këngëtar unë e kam zbuluar tani sfundmi, dhe pjesa që po dëgjoni ju që jeni duke dëgjuar radio është Children. Muzika e tij e gjallë, ritmike, tek unë ka pasur një efekt terapik, shërues ose kurues, quajeni si doni. Muzika e tij sikur më thot, jetën tënde mund ta ndërrosh e ta bësh si duash ti, mund ta ndërrosh ashtu siç ndrojnë dëshirat. Detyra jote o akrep, burra grua qofsh, në ditët që vijnë, është të gjesh një burim frymëzimi, një burim artistik frymëzimi, që të ketë tek ty të njëjtin efekt që ky artist pati tek unë. Ta thash që ky artist quhet edhe The Flying Sweet Angel of Joy, që në shqip do të thot, ose do ta përktheja unë, një ëngjël fluturues i gëzimit. Ky të duhet edhe ty o akrep, burra grua qofsh, ëngjëlli jot fluturues që do të sjell gëzim are që do të vi si pasojë e realizimit të asaj që deri më tash të është dukur e pa realizueshme. Akrep, burr a grua qofsh, gjej frymëzimin tënd artistik. Shigjetari. Shigjetar, burra gra qofshi, po e filloj si fjalim deklamativ. Në YouTube mund të gjeni këtë pjesë që po dëgjoni, në radio e kam fjalën, që është e grupit punk Rollins Band. Lideri i këtij grupi është këngëtari, kompozitori, shkrimtari, aktori, aktivisti, drejtuesi televiziv dhe radiofonik, ikona punk Henry Rollins, që i ka bërë një intervistë Marilyn Manson, mjeshtrit të rockut dhe të groteskut. Edhe këtë intervistë e keni në YouTube. Pjesa kur komentohen videot është plot sharje, plot ofendime në drejtim të Mansonit, deri në atë pikë sa një fanse e Marilyn Manson, që ishte aty në sallë, ndërhyri dhe tha, tha për Mansonin, unë e dashuroj deri në atë pikë sa edhe po të më duhet të vjell, do vjell ylbera. Thënie shumë e bukur. Në kuptimin që edhe po të dua të flas keq, do të flas mirë. Shigjetar, burra grua qofsh, je në momentin që je. Në ditët në vazhdim ke nevojë për një dashuri të tillë, të fortë, të thellë, të devotshme, të gëzueshme, transgresive, plot pathos, mbase nuk do të vjellësh ylberët si ajo fansja, por të jesh i sigurt që ylberët do të jenë brenda teje. Pritsjapi. Kjo që po dëgjoni njerëz është një përzierje e dy këngëve. Staying Alive e Bee Geesave dhe The Wall e Pink Floyd. Pse kjo gjë? Sepse është një grup muzikor nga San Francisco, Smash Up Derby, quhet grupi, që në çdo performancë të tyre bëjnë pikërisht këtë gjë. Ky grup përzihen e bashkon dy pjesë të famshme. Pra, zakonisht grupi muzikor luan një pjesë rock, një pjesë blues, një pjesë soul, një pjesë pop, ndërsa zërat këndojnë një tjetër pjesë me një rreshtim akordesh të njëjta,
Dhe eksperimenti njerëz ka rezultuar i suksesshëm. Pjesa e re që ka lindur nuk është agresive, është shumë e këndshme. Pra ky grup i vihet përballë muzikës me një shpirt që ty o bricjap, bura grua qofsh, do të duhet në ditët në vazhdim. Ç'duhet të them? Duhet të them që edhe ti mund të hysh një rrugë të tillë në ditët të vazhdim bricjap, bura grua qofsh. Je në një moment që ndërmjet dy gjërave, dy ideve apo diçka e të tillë, ti nuk di se këtë zgjedhësh. Po sikur të bësh një përzierje, një mix të dyjave, unë të rekomandoj, të këshilloj që ta eksperimentosh. Ujori. Kjo që po dëgjojmë njerëz është pjesa unë shpresoj të mos bie në dashuri me ty. I hope that I don't fall in love with you. E kantautorit amerikan Tom Waits, i cili është influencuar shumë në krijimtarinë e tij nga albumi Kasetat e Bodrumit, The Basement Tapes, që është albumi Bob Dylanit. Dua që në muzikën time të ketë edhe lëkura që hidhen, edhe fare që nuk duan, edhe tul që hahet, ka thënë ai. Në albumin e Bob Dylan, thot ai, gjen edhe plurin e Bodrumit, edhe zhurmat që të vinë nga jashtë, të cilat krijojnë një atmosferë gëzimi dhe përhumbjeje. Ky duhet të jetë edhe shpirti yt në ditët që vinë, o ujor, bur a grua qofsh. Çfarë do gjëje që të bësh, e ku do qofsh, hyj gjërave deri në thellësi, deri në atë pjesën e tyre të plurosur e të egër. Kapu të themelet, jo të sipërfaqja. Të duhet të hysh thellë deri aty ku shtirja është në minimumin e vet e ku e vërteta është e paprekur dhe e vërtet. U shpjegova? Peshqit. Dikush prej jush edhe e njeh këtë pjesë që po dëgjojmë, që titullohet This is Our Country, e këngëtarit, kantautorit dhe piktorit amerikan John Malagam. Them dikush e njeh sepse kjo pjesë është përdorur si kolon zanore e një spoti publicitar të automobilave, janë këto pick-upët Chevrolet, Silverado diku nga viti 90 ose 2000, mbase e kujtoni, për ata që e kujtojnë. Kush i ka hyrë dhe tekstit, ndoshta ka krijuar një ide të gabuar për domethënien, sepse në spot, te spoti televiziv për makinën, është marrë vetëm pjesa ku këngëtari thot: "Lëre zërin e lirisë këtë tokë të përshkoj, sepse ky është vendi jon." Por në vazhdim të këngës ai thot: "Varfëria është një kujtim i errët dhe fanatizmi është i turpshëm, dhe kush këtë vend drejton, mbase të zakonshmit e të varfrit edhe i ndihmon." Pse po ua them këtë juve o peshq, bura gra qofshi? Sepse nuk duhet të mjaftoheni me një gjë që dëgjoni apo shihni, por duhet të bëni çmos të njihni gjithë të shkuarën për të pasur pastaj një ide të qartë se ku po shkoni. Vlen kjo në njohje në një historie ku ndoshta do të përfshiheni, apo dhe në njohjen e partnerit tuaj, ose atij partneri që do ta njihni, dhe kjo partner e kam fjalën si në dashuri, si në biznes, nga fillimi deri në fund.